Haradinaj, do thot të gjithë këta kanë pas edhe topi, do thot të gjithë këta kanë pas raste të tilla në familje ku nuk janë lejuar që të vinë në ceremoninë e varrimit. Kjo gjykat funksionon më ndryshe se Tribunali Ndërkombëtar i Hagës, ku kemi pas praktika të tjera që janë bazuar në konventat ndërkombëtare, në konventat evropiane, siç ka qenë rasti i Haradinajt, dhe këtu është edhe dallimi, sepse keqkuptimi me gjykatën speciale është po ashtu që njerëzit e bëjnë analogjinë ose mundohen që të thonë që gjykata speciale si Tribunali i Hagës. Unë mendoj që është si nata me ditë. Kjo është një gjykatë që ngjan në aspektin negativ, po, në aspektin negativ, sepse gjykata speciale më shumë ngjan gjykatave të Serbisë në vitet 90-ta, gjykatave të cilat persekutojnë. Asnjë shqiptar që ka hyrë në gjykatën speciale të gjithë janë dënuar. Çdo betejë e mbrojtjes, do të thotë, është humbur në gjykatën speciale. Dhe kjo tregon në fakt edhe se si vepron kjo gjykatë. Prandaj ajo që e ka ndodhur presidentit tha që po, i ka ndodhur edhe miqve dhe shokëve të tij, edhe më herë dhe për neve që e kemi njoftë këtë proces, ka qenë edhe e pritshme, fatkeqësisht. A kanë qenë bazume këto çështjet e sigurisë, ka pas shumë njerëz atë ditë, dhe nëse do të ishte në mesin e tyre një i paraburgosur, ndoshta nuk do të mund të kishte nivel sigurisë të duhur. Ndoshta kjo është arsyeja kryesore pse s'është leju diçka e tillë. Jo, ju e dini që presidenti tha që edhe të tjerë kur kanë shku në gjykatën speciale, fillimisht ata kanë bërë thirrje për me themelu gjykatën speciale. Jo këtë gjykatë që e kemi sot, por një gjykatë që do të trajtonte trafikimin e organeve, por kjo është një temë tjetër. Në fjalimin e tyre, ata i bëjnë thirrje gjithë qytetarët të Republikës Kosovës, që të jenë të qetë, që të jenë të matur, që mos ndërmarrin asnjë veprim që pengon punën e gjykatës speciale. Ne ja kemi dhënë të gjitha institucionet kësaj gjykate, ja kemi dhënë ombudspersonin, ja kemi dhënë gjykatën kushtetuese, ja kemi dhënë ligjet e Kosovës, ja kemi dhënë shtetin e Kosovës në mbërbesim. Ja kemi dhënë të gjitha, policinë, të thotë të gjitha i kanë në dispozicion dhe prap janë disi në rolin e viktimës. Ju e pat në qendrën klinike universitare.